Përshëndetje të nderuar miq, Ëna Mbriti dhe ne jemi në këtë transmetim të drejtë për drejtë në televizionin shqiptar në emisionin Auditor Arsimi. Sot emisionin e zhvillojmë në një ditë të veçantë, sot është data 9 maj dhe është dita e Europës. Pikërisht Europa është destinacioni në cilën Europa kërkon të shkojë. Natyrisht jo si koncept gjeografik, pasi ne jemi pjesë e Europës, jemi një prej popujve të vjetër të Europës, po Europa në radhë të parë është sjellje dhe mbi të gjitha është edhe sjellje institucionale. Atë çfarë ne duhet kuptojmë, jo vetëm si popull, por në përgjithësi edhe Ballkani, është pikërisht ajo filozofi që i bëri të gjithë bashkë kryetarët e shteteve në atë mbledhje të parë të Hagës të vitit 1848, të kryesuar nga Churchilli, i cili në një nga fjalimet e tij do të thoshte një nga frazat brillante ku ne kërkojmë pikërisht të realizojmë atë që quhet Europa e Bashkuar. Në kujtimet e tij, François Mitterrand, presidenti i Francës, i pranishëm në mbledhjen e Hagës të vitit 1948 do të shkruante: aty ishin të gjithë, gjerman, francez, anglez, italian, belg, pikërisht ishin të gjithë ata që kishin luftuar dikur kundër njëri tjetrit. Çdo kush nga ata mbante në vetvete gjurmët e luftës të gjakut. Secili numëronte të vrarët e familjes së tij, ishin vrarë me njëri tjetrin, por të gjithë ishin atje dhe të gjithë thanë diçka të thjeshtë, që mbase sot ju kur ta lexoni do të qeshni, të bëhet Europa. Dhe Europa është bërë, por ne kërkojmë të jemi pjesë e Europës dhe ndaj do ta nisim pikërisht nga mentaliteti ynë si popull, se si ne mund të integrohemi, por pikërisht dhe nga mentaliteti ballkanik, pjesë të cilës kërkojmë të gjithë si pjesë e Ballkanit bëhemi pjesë e Europës. Ndaj një element shumë i rëndësishëm që ne do trajtojmë sot në studio është Olimpiada Ballkanike e Matematikës. Kjo është pjesa e parë që ne do trajtojmë në studion Auditor Arsimit dhe më pas se si shkolla nëpërmjet kurikulave të saj përgatit qytetarin e së nesërmes, qytetarin Europian. Këto janë të dyja temat që ne do të prezantojmë për ju sot, por pa humbur kohë, më lejoni t'ju njoh me të ftuarit në studio, të cilët janë pjesë e panelit kryesor, janë personalitete të rëndësishme në një nga fushat më të rëndësishme sikurse është matematika. Thuhet se arsyeja drejton botën dhe mbretëresha e gjitha shkenca është pikërisht matematika, ajo që na ndihmon drejt arsyes. Dhe për të folur për Olimpiadën Ballkanike të Matematikës, më lejoni të prezantoj për ju një së pari me profesor doktor Fatmir Hoxha, i cili është zëvendës dekani Fakultetit të Shkencave të Natyrës të Universitetit të Tiranës. Përshëndetje profesor, kënaqësi që pranuat ftesën për që të ftuar në studio. Kur ju prezantoj si zëvendës dekani Fakultetit të Shkencave të Natyrës dhe që përfaqësoni një prej drejtimeve kryesore sikurse është matematika, duhet të thënë se vendi ynë ka pasur emra të mëdhenj dhe të nderuar në fushë të matematikës. Një shkollë në cilën mbi supet e cilëve besoj dhe matematikanët e sotëm janë ngritur. Që kështu dy herë faleminderit. Jo pa qëllim përmenda emrat e mëdhenj të matematikës, unë kam kënaqësi që kam të ftuar në studio profesor doktor Artur Baxhaku, është pedagog i matematikës në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, kryetari i jurisë Olimpiadës Ballkanike të Matematikës, por gjithashtu më lejoni profesor të them edhe djali një prej emrave shumë të njohur dhe të nderuar të matematikës, ish dekani i fakultetit tuaj, një nga matematicienët më të nderuar, profesor Shaban Baxhaku. Faleminderit. Dy herë faleminderit. Prezantoj një zonjë për ju, është profesore asociuar doktore shkencave Glantina Kalluçi, ju jeni përgjegjëse e Departamentit të Matematikës së aplikuar, apo jo, në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Kam një përgjegjësi shumë të madhe, diç do të thotë që të jetë sot në syrin dhe vëzhgimin e 4 matematikanëve. Që kështu kënaqësi që kam të ftuar në studio, edhe profesor Adrian Thanon, i cili është përgjegjës i Departamentit të Nacho, ju kërkoj ndjes, Nacho, përgjegjës i Departamentit të Inxhinierisë Matematike në Fakultetin e Inxhinierisë Matematike dhe Fizike të Universitetit Politeknik të Tiranës, por mbi të gjitha me një status të veçantë në këtë studio, kryetari i shoqatës matematikanëve shqiptar. Ai që si thua shoqata e cila është marrë drejt për drejt me organizimin e Olimpiadës së 33 Ballkanike të Matematikës. Përshëndetje, faleminderit. Kënaqësi që vini për herë të dytë. Ju dham fjalën që do të kemi një vëmendje të veçantë për Olimpiadën e Matematikës, edhe ja ku jeni në studio. Së pari duam t'ju propozojmë me si ka nisur dhe se si është zhvilluar Olimpiada e 33 Ballkanike e Matematikës. Ashtu sikurse një pjesë
e mirë për atyre që janë marrë me matematike dinë se kjo olimpiadë është themeluar në vitin 1984 dhe në vitin 1990 për herë të parë Shqipëria është bërë pjesë e kësaj olimpiade ballkanike dhe prej 3 vitesh kjo olimpiadë zhvillohet në Shqipëri. Në qoftë se do t'ju duhet të klikonin në YouTube, televizionet publike të vendeve të cilat her pas here kanë realizuar olimpiadën e matematikës i kanë kushtuar një vëmendje të veçantë se vërtet është ngjarje. Ndaj dhe televizioni shqiptar në kënaqësinë për të ndjekur këtë ngjarje ju propozon kronikën parashtruese. Olimpiada Ballkanike e Matematikës 2016 ka zgjedhur për të tretën herë Shqipërinë për të zhvilluar edicionin e 33 të saj pas një përvoje të gjatë dhe të suksesshme në shumë vende të tjera ballkanike. Kjo olimpiadë organizohet nga Shoqata Shqiptare e Matematikës në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve. Më shumë se 11 vende ballkanike, përfshirë Shqipërinë si edhe 9 vende të tjera të ftuara, janë pjesë e olimpiadës dhe përfaqësuesit e tyre do të konkurrojnë nëpërmjet testeve të ndryshme gjatë 5 ditëve të olimpiadës. Kjo olimpiadë vendos përsëri Shqipërinë dhe nxënësit e saj të talentuar në qendër të botës së matematikës të Ballkanit, duke marrë parasysh që Shqipëria ka kontribuar jo vetëm me pjesëmarrjen e nxënësve të saj të talentuar në vite ku nuk kanë munguar edhe çmimet, por edhe në hartimin e testeve dhe korrigjimeve në bashkëpunim me kolegët e tyre të Ballkanit. E pranishme në ceremoninë e çeljes së Olimpiadës Ballkanike të Matematikës ishte edhe zëvendës Ministri i Arsimit dhe Sportit Zonja Nora Malaj. Ajo u shpreh se kjo është një mundësi e mirë në karrierën e çdo të riu, çdo studenti që ndëron për të garuar fort në fushën e matematikës. E pranishme në ceremoninë e hapjes ishte edhe drejtoresha e arsimit parauniversitar Zamira Gjini, e cila i uroi suksese shteteve pjesëmarrëse në Olimpiadë. Olimpiada e parë në Ballkan është mbajtur në vitin 1984, ndërsa prej vitit 1990 Shqipëria është pjesëmarrëse e rregullt në këtë olimpiadë. Ja pra jemi kthyer në studio, profesor Adriani, fillojmë pak së bashku. Kjo është olimpiada e tretë që zhvillohet në Shqipëri, apo jo? Ndalim pak tek rëndësia e kësaj olimpiade. Besoj se ka qenë një përgjegjësi e madhe shoqatës matematicienëve, matematikanëve shqiptar, të cilën ju e drejtoni, por mbi të gjitha është edhe një ngjarje për arsimin shqiptar, po jo vetëm për arsimin shqiptar. Natyrisht është një event shumë i rëndësishëm. Ky event zhvillohet çdo vit në periudhën nga 24 maj deri në 10 qershor, në varësi të programit të përvitshëm të çdo vendi organizator. Dhe normalisht çdo 11 vjet, çdo vend është në një farë mënyrë ka një obligim, por edhe institucional, po dhe moral, që të mirëpres Olimpiadën Ballkanike të Matematikës. Natyrisht është një event shumë i rëndësishëm, është një event i cili kërkon një organizim, kërkon energji, kërkon një staf shumë të madh. Dhe ne si matematikan e kemi shumë të lehtë të organizojmë atë pjesën teknike, që janë testet, mbledhjet, korrigjimet, por shumë e vështirë të organizosh të gjithë vendin. Edhe si vjet jemi përballur natyrisht me disa vështirësi të natyrës dhe teknike, por besojmë se ja kemi dalë me sukses. Hym pak në detaj të organizimit të olimpiadës. Rreth 13, në mos gaboj, kanë qenë ekipet? Formati i Olimpiadës Ballkanike të Matematikës përfshin 11 vende zyrtare, të cilat janë vende nga rajoni i Ballkanit, dhe në bazë rregullores së Olimpiadës, vendi organizator ka të drejtë që të ftojë vendet e tjera ose skuadrat tjera nga vende jo vetëm nga Ballkani, po dhe nga Europa, bile dhe më gjerë, edhe nga Azia, siç është edhe tradita e vetë Olimpiadës. Dhe vendet të tilla siç janë Anglia, Mbretëria e Bashkuar, Franca, Italia, dhe njëkohësisht vendet e tjera nga rajoni i Azisë, që janë Kazakistan, Turkmenistan, Arabia Saudite edhe vendet e tjera. Kjo do të thotë se përfshirja e këtyre ekipeve të ftuara në këtë olimpiadë i jep kësaj olimpiade një karakter më shumë se sa rajonal, pra një karakter ndërkombëtar. Të ftosh 20 ekipe ose 20 ekipe të marrin pjesë në një aktivitet të tillë, i pothuajse është në parametrat e një olimpiade ndërkombëtare ose të asaj që ne kemi shumë
qef ta themi Olimpiadës botërore. Ndërkohë pjesë e grupeve pjesëmarrëse të nxënësve, të cilët ju nështruan kësaj Olimpiade, janë edhe, si thua, është juria, Po, është edhe grupi hartues i tezës, apo jo? për këtë do doja që të fliste autoriteti më i lartë i Olimpiadës, që është kryetari i juris, profesor Artur Paçaku. Profesor, ne në fakt jemi duke parë, ndoshta ishte pak më parë, se këtu jemi momenti ku po përgatiten nxënësit përpara se të niste Olimpiada, që të merrnin testin dhe të uleshin në bankë për të zgjidhur testin e Olimpiadës. Ishte një numër i lartë i profesorëve, matematicienëve që kishin ardhur nga vende të ndryshme të botës. Ju ishit pjesë e tyre, diskutoi teza. Si ishte grupi organizuar? Është më vete juria, më vete grupi që merret me hartimin e tezës? Si është organizuar? Sipas rregullores, cilën unë isha si mbrojtësi rregullores në pozicionin që isha, dhe jam detyruar ta lexoj pak të rregullore që i lexoj, që kam lexuar me shumë vëmendje. Çdo ekip vjen këtu me një kryesues, lider i thonë, dhe një zëvendës deputy leader, i cili ka për detyrë të rrijë me studentët, kurse lideri është një pedagog i cili merr pjesë në juri. Juria kryesohet nga një kryetar i caktuar nga vendi pritës. Këtë rast isha unë, dhe juria ka për detyrë të organizojë të gjithë procesin e Olimpiadës. Një komision i veçantë është ndërtohet nga vendi pritës për përzgjedhjen e problemeve. Ai pret probleme nga vendet anëtare, me rregullore është nga 20 deri në 50 probleme, i përzgjedh, i redakton, shef rregullon, mos ka ndonjë gabim në gjë, dhe ja paraqet jurisë. Juria nga këto përzgjedh 4 copë. 4 do të jenë problemet që miratohen një natë përpara, përkthehen në gjuhët e çdo vendi, dhe ajo është teza e miratuar për nxënësit, për ato kontestantët. Ajo që fura re, sepse janë përpjekur të paktën 3 prej ditëve kryesore të Olimpiadës, nga 5 të cilat ajo ishte, seriozitetin e grupit të punës. Unë po e quaj grup pune, pavarësisht se ishte juria, ishin të gjithë profesor, emrat të njohur në fushë të matematikës. Edhe nga Shqipëria, por edhe nga vendet që ishin pjesëmarrëse në Ato janë vërtet autoritete shumë të njohura në vendin e tyre, të respektuara jo vetëm nga komuniteti matematikanëve, por edhe më gjerë. Përgjithsisht ne që kemi shkuar në Olimpiada të tilla, kanë ardhur autoritetet më të larta të vendit dhe kanë shprehur të privilegjuar që kanë mundësi të jenë mes një niveli kaq të lartë inteligjencë, të një grumbullim kaq, ai mbaj mend Rumani, për shembull, presidenti i Rumanisë po thonë që këtu është grumbulluar përqindja ajo IQ-ja më e lartë në gjithë botën, ishte Olimpiadë botërore. Jam shumë i nderuar tha që jam në këtë ambient. Edhe ne ishim shumë të nderuar profesorë që ishim pjesë, ndojgjëm hap pas hapi realizimin dhe ishim pjesë vërtet e autoriteteve shumë të larta të fushës e matematikës, kënaqësi të madhe që edhe ju jeni sot të ftuar në studion e auditor arsimit. Ndalim pak, sepse ne do ta marrim hap pas hapi në çdo detaj se si është organizuar dhe rëndësinë që ka kjo Olimpiadë dhe si thua ato standardet ndërkombëtare të realizimit të Olimpiadës, apo jo. Dua pak tek profesor Fatmiri. Profesor, a mendoni se në Shqipëri, tani po dal pak nga Olimpiada, po jam këtu, ne e vlerësojmë, si thuash, këto aktivitetet, si thuash, të fillojnë në fushë të matematikës? Kjo është pyetje e vështirë pak, po ne shpresojmë dhe besojmë që të paktën profesorët e matematikës dhe ata që lidhen me to,
e vlerësojnë vetë vete. Ani vlerësimi nga tjerët është diçka tjetër. Unë mendoj që edhe kjo është e vërtet që vlerësohet. Fakti që ne kemi një organizim që nga viti 90, ku pjesëmarrjet tona në aktivitete ndërkombëtare, do thënë tek Ballkaniada, i kemi organizuar pa ndërprerje, sigurisht tu ka ato problemet e veta, po fakti është që këto janë organizuar dhe kjo bëhet dhe me mbështetjen e tjerëve, jo vetëm të shoqatës. Gjithashtu ne kemi marrë pjesë dhe vazhdojmë të marrim pjesë në Olimpiadën botërore të matematikës, nga viti 93, kur kemi marrë pjesë për herë të parë në Turqi, pastaj ka pas një ndërprerje, 96-ën kemi shkuar në Indi, 97 në Argjentinë, me një boshllëk dhe pastaj përsëri kemi pas një vazhdimsi, me ca boshllëqe para 2-3 vjetësh, tani me kryetarin e ri të shoqatës, profesor Adrianin, ne kemi rimarrë, si të thuash, vetën në këto pjesëmarrje dhe kemi një eksperiencë shumë të mirë në fakt nga kjo. Edhe këtë vërtet ka një diskutim të madh që thonë, a ja vlen të harxhosh kaq shumë për disa kokra. Dhe kjo vazhdon të jetë mentalitet edhe në disa nivele më të larta. Mendoj që ato kokra janë shumë të mira dhe që aktivizojnë një masë të gjerë së vendit, sepse këto kokra nuk dalin kështu me njëherë. Në vendin tonë, edhe kjo është një tjetër element, ky është një tjetër element i rëndësishëm që këto përzgjedhjet bëhen mbi bazën më të gjerë. Pra kemi një olimpiadë kombëtare, që edhe kjo në saj të largpamësisë së profesorëve tanë, themi, Pepi Piligës, profesor Baxhakut, kanë dhënë një kontribut shumë të madh dhe kanë parë larg. Dhe kjo është meritë e tyre për të filluar këto olimpiada. Dhe ky organizim, thash, fillon me i bazë të gjerë, ka i seleksion të parë, ka i seleksion të dytë, dhe pastaj ka dhe 2 seleksione të tjera. Pra, e vërtet, profesor, po thuhet që botën e udhëheq arsyeja dhe qoftë në Amerikë apo në vende të ndryshme të Europës, shtetet shpenzojnë miliarda pikërisht për të përzgjedhur ato 2% ose qoftë 1% të popullatës që hyn tek elita e kësaj popullate, sepse sot flitet që një komb, një shtet, një komunitet të madh e çojnë përpara idet, edhe idet prodhohen pikërisht nga elita e njerëzve. Pjesa tjetër, shtetet investojnë për të përgatitur qytetarin, për të ruajtur ato standardet të cilat i orienton dhe i udhëheq elita. Ndaj besoj për këtë ka një vlerë të jashtëzakonshme organizimi dhe i këtyre olimpiadave dhe sikur se thash që a vlerësohet edhe nga të tjerët kjo përpjekje e madhe e bërë nga profesorati shqiptar në fushë të matematikës për të zgjedhur këta element. Kjo është përsëri shumë e rëndësishme, mendoj, megjithse mos e egzagjerojmë për kushtet tona, ato kokrat sigurisht duan një kultivim shumë të gjerë, duhet dhe të shofish ca efekte, cilat nuk duken me i herë. Duhet presish, duhet financosh, duhet të arrisish atë bimën derisa të jap kokrat e veta. Dhe ne, megjithse me përmasat vogla si shtet, nuk kemi pretendimet e mëdha, por edhe për nevojat tona, një përgatitje shumë e mirë. Pretendime për nevojat tona, apo jo, profesor? Padyshim, po edhe për nevojat tona, kjo është shumë e rëndësishme, duke nxjerr disa kokra që kanë rëndësi edhe për paraqitjen e vendit tonë, po janë tregues edhe sa një komb është vital, sa një komb është i aftë të jap kontribute edhe në fusha mjaft vështira, ku popullsia sigurisht ndikon. Po tradita është shumë e fortë. Dhe këtu unë them që ne kemi nga këta olimpiadistë kanë dalë kokra shumë të forta, mund të veçoj një Gjergj Zaimin, i cili ishte vërtet një që mori medalje argjend disa vite rresht, edhe e nderoj edhe vendin, po nderojnë radhë parë atë grup njerëzish me cilët punoj, dhe dha efektet e tek tjerët. Matematika duhet parë jo vetëm si synim për të nxjerrë disa kokra, por duhet jetë në bazën e edukimit dhe të arsyetimit. Një po, kjo punë tash nuk
Profesoresh Eglantina, ju jo vetëm që jeni profesoresh në fakultet, pra shikonin ndryshimet e brezave që vinë nga njëri vit në tjetrin në fakultetin e shkencave të natyrës. Megjithëse kemi pasur informacion që nuk e di sa është i saktë që jo gjithmonë vinë nga brezi në brez më të mirët apo jo për të studiuar për matematik, por edhe duke qenë edhe në grupin e korrigjuesve. Tek si thua tek ekipi shqiptar, po them ata që përzidhen tek shqiptar, a kemi ne vërtet si thua element të vërtet profesionist, ose mund të them, ndoshta nuk është termi duhur, po të aftë në fushë të matematikës. Atëherë, së pari... Se për profesionistin e ju. Së pari mund të them vërtet, ka patur një periudhë goxha të gjatë që në matematik nuk ka patur shumë interes, pra studentët ose maturantët më të mirë nuk ishin atraksionin për të shkuar në matematik. Por duhet të themi që vitet e fundit në fakt kjo ka ndryshuar dhe ne, normalisht të gjithë së bashku, besoj duhet të bëjmë, të ndërtojmë, le themi, një politik të tillë që të rikthehet ajo traditë që në matematik të vinë më të mirët. Realisht është disiplina kryesore dhe për të qenë kryesore normalisht duhet marrim më të mirët dhe prej saj më pas të prodhojmë edhe kualitete të larta. Për sa i përket pjesës së olimpiadës, është e vërtet, unë isha pjesë e koordinimit, korrigjimit të testeve dhe mund të them ai është produkti i olimpiadës dhe ndihem vërtet e privilegjuar sepse kisha në dorë gjëra, domethënë një produkt vërtet shumë të lartë. Ne paraprakisht, pasi në momentin kur olimpiadistët, studentët bënin testin, ne u njohëm, a ishte momenti i parë kur ne u njohëm me ushtrimet e tezës. Dhe kishim dhe zgjidhjet përkatëse, filluam të amenconim tek alternativat që mund të jepeshin. Në fakt mbetesh i shokuar kur sheh përgjigjet reale. Domethënë, aty ka një originalitet që në momentet e para thua, kjo duhet fotografuar, por janë disa për të fotografuar. Për sa i përket ekipit shqiptar, mund të them që dhe aty kishim, nuk mund të krahasohet me, le themi, me ekipet elitare, që kanë tradita shumë të gjata se ne, por them që edhe ekipi shqiptar kishte element dhe ka dhënë një kontribut të mirë. Falë dhe kujdesjes së mëparshme. Unë pyeta pak që a vlerësohet si ngjarje vërtet edhe për çfarë efektesh ka më pas pjesëmarrja në këtë olimpiadë edhe nga autoritetet, qoftë politikbërës apo përfaqësues të ministrisë. Ne kemi intervistuar me kamerën tonë zëvendësministren e Arsimit dhe Sporteve zonjën Nora Mala, e cila ka qenë e pranishme në ditën e hapjes së kësaj olimpiade, se cili është mendimi i saj për ta vlerësuar atë. Do ta ndiqni tani dhe vijojmë bisedën në studio. Zonja Nora, është viti 3 që organizohet në Shqipëri Olimpiada e Matematikës. Vlerësimi juaj, rëndësia e këtij aktiviteti? Ky aktivitet që organizohet sot përkon me disa ndryshime shumë të rëndësishme në sistemin e arsimit në Shqipëri, në drejtim të kurikulave dhe mendoj që pjesëmarrja e Shqipërisë dhe vendi organizator që është Shqipëria në Olimpiadën e tretë, pra është hera e tretë që Shqipëria është pjesëmarrje për organizimin e kësaj olimpiade, është një vlerështuar për treguar e para kapacitetet humane që kemi ne në drejtim të zhvillimit të asaj që quhet lënda e matematikës, si një nga lëndët më të rëndësishme në mënyrën e menaxhimit, të realizimit të tezave të ndryshme dhe për të krijuar atë kapital individësh të cilët do të jenë të aftë që nesër në këtë fushë të garojnë fort dhe të japin vlera të shtuara. E dyta tregon punën shumë të madhe që bëhet në sistemin e arsimit për të nxjerrë jo vetëm pjesën e kurikulës dhe për të realizuar të plot atë, por të vendosur dhe standarde në drejtim të nxitjes së talenteve në disa fusha, jo vetëm në fushën e edukimit të sporteve, por edhe në fushën e
e shkencave eksakte, siç është matematika, siç është biologjia, siç është fizika, siç janë shkenca të ndryshme në të cilat të rinjtë tanë bëhen pjesëmarrës për të realizuar programe më të avancuara dhe për t'i dhënë një shans që të gjithë atyre që janë sot pjesëmarrës në këtë olimpiad, nesër do kenë një vlerë të shtuar në portofolin e tyre, pasi pjesëmarrja e tyre dhe realizimi i renditjes në këtë garë ndër fituesit apo ndër ata që marrin vlerësimin maksimal apo vlerësime të kënaqshme, ju krijon mundësinë që të gjithë të rinjt, jo vetëm nga Shqipëria, por dhe nga vendet e tjera të rajonit, të bëhen pjesë e përzgjedhjes në universitetet më të mira dhe kanë bonuse shumë të mira për individët, po pse jo edhe për shtetet që i përfaqësojnë këto individ, pasi ju krijon mundësinë që nesër të bëhen një kapital shumë i vlerëshëm në drejtim të zgjidhjes së problemeve shumë të rëndësishme të standardizimit të ekonomisë së vendit. Për ne është shumë e rëndësishme si Ministria e Arsimit që bëhemi pjesë reale e mbështetjes edhe të shoqatës së profesorëve të matematikës në këtë kuadër dhe për të realizuar këtë aktivitet. E para se tregojmë që qasjet e ndryshme të zhvillimit të sistemit të arsimit dhe të lobimit të fortë që bëjmë në gjithë zonën europiane e japin sistemin e arsimit si një nevojë të dedikuar dhe si një prioritet qeverisë. E dyta, krijojmë mundësinë e përqasjes së programeve të avancuara për kategoritë atyre fëmijëve të cilët e investojnë në këtë fushë, dhe e treta krijon mundësinë që të gjithë të rinj të kenë mundësi të nxisin edhe hopet e tyre, pse jo të mbështesim atë thënien e psikologëve që thotë brenda çdo njeriu fle gjeniu, dhe puna është se si ti duhet ta nxisësh, se si ti duhet ta zhvillosh atë në mënyrë që gara e jetës ti të jetë standardizuar dhe e suksesshme. Jemi kthyer në studio pasi kemi ndjekur edhe opinionin e zëvendës ministres së Arsimit dhe Sportit, zonja Nora Malaj. Duhet theksuar se Ministria e Arsimit dhe Sportit ka qenë, mund ta quaj bashkëpartner? Po, është shoqata shqiptare e matematikës së bashku nën kujdesin e... Nën kujdesin. Është më saktë nën kujdesin. Ne të letërsisë e kuptojmë më saktë fjalën nën kujdesin e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit. Profesor Baxhaku më thatë diçka me interes në temën. Ju përmendët Churchillin që parë në fjalën hyrëse. Ai është i njohur në Ballkane për një shprehje jo shumë me famë të mirë që thuhet, që Ballkanet prodhojnë më shumë histori se sa që mund të tresin atë. Edhe në këtë rast, kjo olimpiad balkanike, cila ka nam të shumë të mirë në komunitetin botëror të matematikës, ka pasur si të ftuar vende që janë larg Ballkanit. Në këtë mënyrë edhe kanë marrë pjesë, ato kanë për nder që vinë këtu, edhe jo vetëm nder, si thuash, por edhe ato krenohen pastaj me të, më tutje, me pjesëmarrjen edhe me çmimet që eventuale që marrin këtu. Tregon që Ballkani pra nuk eksporton vetëm histori që nuk e tret dot, por edhe nivele të tilla të kulturës e të shkencës në botë. Unë kam bindjen se Ballkanin kanë dashur ta shikojnë edhe të mbetet si një konfiguracion që prodhon më tepër luftra dhe histori të tilla se që i tret, por ajo që vërtet profesor më bëri përshtypje ishte fakti i si thua autoritetit të profesoratit shqiptar në fushë të matematikës, i cili ishte i barazvlefshëm me autoritetin dhe me përfaqësimin e profesoratit në fushë matematikës që kishin ardhur nga vende të ndryshme, jo vetëm të Ballkanit, po ishin nga Hungaria apo jo Italia në vende të tjera, dhe atë që ne artikulojmë her pas here në Auditor Arsimi, ne kemi profesorë të nderuar, ne kemi mendje të nderuara, por jo gjithmonë kemi sy për t'i parë dhe për t'i vlerësuar. Dhe këtë e tregoj më së miri pjesëmarrja dhe organizimi i kësaj olimpiade. Profesor, ndalim pak tek teza. Niveli i hartimit të tezës ishte, një nga profesorët më tha që këtë vit ishte pak më i vështirë se në vitet e tjera. Nuk ka dy gjëra njësoj përgjithsisht në këto, pra një herë qëllon çik më i vështirë, por e rëndësishme është që ato që e marrin, që fitojnë, ato janë vërtet më të mirët.
Kjo është më rëndësishme. Pastaj sepse si thua në një garë ciklistike, siç mund thuhet, kështu pra një vend është më malore, diku më poshtë, kështu si qoftë, ato që dalin të parët janë më të mirë, vërtet. Kjo është e rëndësishme. Pastaj nganjëherë niveli i vështirë, mund të themi shumë thojse, tregon edhe një lloj reputacioni të vetë Olimpiadës. Pra, alternativa do ishte nëse do ishte në niveli i ulët, vërtet do merrshë më shumë, do kishte më shumë, ndoshta medalje, fitues, do merrshë, por nuk do ishte mirë shumë për reputacionin edhe do i binte në një farë mënyrë vlera. Pra që është aq, nuk është aq. Pastaj derisa pat fitues me pikë të plota për shembull, ishin dy, një nga Serbia, një nga Rumania, me pikë të plota, i bën të gjitha, pra pas një gabim, pas një tëmet, tregon që nuk ishte i paarritshëm si nivel. Profesor, si përzgjidhet teza? Si hartohet? Grupi shqiptar i profesorëve merr pjesë në hartimin e tezës, diku lexova në të dhënat e si thua të shoqatës matematikanëve shqiptarë që ka pasur raste që profesorët tanë, si thua, kanë qenë pjesë e hartimit të tezës. Po, rregullorja është që në Olimpiadën Ballkanike të gjithë vendet pjesëtare të Olimpiadës kanë të drejtë të paraqesin tezat, të cilat përpunohen nga vendi pritës. Pra, ne nuk kemi të drejtë të paraqesim teza në këtë rast. Ne kemi të drejtë të paraqesim teza kur bëhet në vende tjera. Edhe vazhdimisht ne kemi marrë pjesë shumë aktive në këto, në paraqitjen e tezave, pra edhe në vende të tjera, bile në Olimpiadën e kaluar në botërore, ne për herë të parë në historinë e Olimpiadave botërore, kemi është pranuar një problem i shqiptarëve. Pra është një problemi ynë, i cili është vlerësuar si shumë i vështirë. Për më tepër, pra aty pat edhe olimpiadistë shumë të famshëm, shumë të mirë, të cilët nuk arrin dot ta bënin. Kam të drejtë, unë fakt i referohem të tjerëve, por pata shumë të drejtë kur thash që ne kemi një shkollë shumë të mirë matematikës, e kemi pas profesorë të nderuar, bisupet e të cilëve janë ngritur breza matematikanë shumë të nderuar që kemi sot. Një pyetje për të tre profesorët e matematikës. Kur hartohet teza, kiet parasysh, si thuash, ajo çfarë bëhet në tekstet shkollore në fushë matematikës për të pasur një shkallë më të lartë të vështirësisë së tezës, apo ndiqen edhe trendet e fundit në cilët po shkon matematika sot? Sigurisht ndryshon ajo punë. Po flas tani, megjithëse ne jemi pjesëmarrës në të tre, kemi qenë Eglantina jo akoma, po kemi qenë në aktivitetet tilla shpesh edhe kemi marrë pjesë në hartim. Teza e nivelit olimpiadës i kalon saqet e programit shkollës, sepse mendohet që aty do të zbulohen talente. Teza ka nga matematika ka 4 fusha të caktuara, është algebra, është teoria e numrave, është gjeometria dhe kombinatorika. Këto janë standarde. Kur ofrojnë problemat, bëhet një klasifikim sipas këtyre 4 klasave dhe 4 fushave, dhe përzgjidhen ushtrimet duke i rendit nga më i thjeshti tek më i vështiri. Pastaj ka një, diskutohet në juri, kategoria. Ato zgjidhen zakonisht 1 thjesht, 1 i vështirë dhe 2 mesatar. Tani këto e thjesht, mesatar dhe vështirë janë koncepte relative. Sigurisht ato janë gjitha shumë të vështira për nivelin, po të marrësh ca nxënës të shkollës, qofshin dhe me 10, ti vësh në atë tezë, aty po nuk patën përgatitje, po nuk u stërvitën rregullisht për një kohë gjatë, po nuk hapen shumë libra, nuk e bën dot. Por siç u tha këtu edhe më parë, ai test ka për qëllim të zbuloj talente. Jo thjesht, bile ne në këtë takim në fundit, juria
përjashtojnë disa ushtrime sepse i konsiderojnë nivelit shumë thjeshta. Nuk ishin për nivelin e kësaj olimpiade që ka parametra, mund të them, botëror, sepse tek ne bëjnë pjesë ekipe shumë të forta që edhe në olimpiadat botërore zënë vende nga 10 deri në 20 nga 100 e sa ekipe që marrin pjesë. Pra, ky është një test i vogël para olimpiadës botërore dhe ushtrimet këtu janë, ndoshta jo si atje, po ka të krahasueshme me edhe gjithë ekipi përpiqet që ta ruajë këtë nivel, kështu që nuk janë të lehta, por nuk duhet zhgënjehen dhe ata që punojnë dhe marrin pak pikë, nuk duhet zhgënjehen sepse testi është i vështirë vërtet. Po, profesor, unë fakt ju pash në vëzhgim gjatë kohës kur juria ishte mbledhur, po diskutonte, pash profesor italian aty që diskutonin dhe si thua debatonin me njëri tjetrin për sa i takon disa prej ushtrimeve që kishte teza. Nuk di pati kundërshtime, pati si thua edhe mes profesorëve apo? Nuk do të thoshja kundërshtime, do të thoshja opinione të ndryshme. Prandaj janë dhe mbledhjet e juris, kanë kohën e mjaftueshme dhe kohën e dur. Natyrisht në fillim të procesit, edhe ne vetë mund të kemi një mendim, po duke diskutuar, duke parë mendimet e tjerëve, ndoshta mund të adoptojmë edhe opinionet e tjerëve, prandaj është edhe ky proces normalisht ka kohën e vetë, është i bukur dhe njëkohësisht diskutimi është shumë i nevojshëm. Tash për sa i përket vështirësisë së pyetjeve ose të problemave, ka një debat të gjerë sot në rrethet e matematikës, për sa i përket në rreth, po flasim për rrethet e olimpiadistëve, po njëkohësisht edhe të pedagogëve të cilët janë pjesë të jurive të olimpiadave ndërkombëtare, se të ç'ni niveli dhe çfarë njohurish duhet përfshin ose duhet kenë nxënësit për të përballur me këto probleme. Ka një kategori e cila thotë që duhet vlerësoj më shumë shkallën e inteligjencës, që do të thotë që nuk është e nevojshme të ketë shumë njohuri biletet të nivelit edhe universitar. Ka një pjesë tjetër të cilët i kanë paraprirë kësaj situate, do me thënë janë trajnuar me materialet të cilat janë të nivelit e universitar, por duhet jemi dhe pak pragmatist, që do të thotë që edhe nxënësit tanë, sidomos nxënësit të Ballkanit dhe sidomos nxënësit që janë nga Shqipëria, e kanë të nevojshme, e kanë si një bilet që rezultatet në olimpiada ndërkombëtare ta kenë tamam një bilet për të shkuar dhe për të studiuar në universitetet më të mira. Kjo do të thotë që është një rrugë pak tim dhe debati ndonjëherë është, si më them, me një drejtim. Ose rezultati i debatit është me një drejtim, nuk është me dy drejtim. Po, profesor, në momentin kur nxënësit morën tezën, teza ishte edhe në gjuhën angleze, por ishte edhe në gjuhën e tyre, apo jo? Natyrisht që gjuha zyrtare është anglishtja. Pasi mbaron konfigurimi i tezës me gjitha ato detaje teknike, me korektimet, në gjuhën angleze i jepet një kohë e nevojshme rreth 2-3 orë secilit nga liderave të vendeve të ndryshme të bëj përkthimin e tij në gjuhën përkatëse. Dhe kur mbaron përkthimi, afishohen të gjitha tezat në të gjithë gjuhët dhe bëhet një miratim formal. Normalisht që ka vende të cilat, për shembull Moldavia dhe Rumania, kanë gjuhë të njëjtë. Greqia me Kipro kanë gjuhë të njëjtë, ose Turqia me Azerbajxhanin, Turkmenistanin, të cilët mund të korektojnë njëri tjetrin, dhe formalisht pastaj është mbledhja e fundit e juris përpara testit, e cila bën miratimin e përgjithshëm qoftë në variantin në anglisht edhe në variantin e gjuhëve të tjera. Pati kontestime nga nxënësit, sepse përpara se ata të nisin zgjidhjen e tezës, ata keni një gjysmëror përpara, apo jo, në mos gaboj, ku ata japin mendimet e tyre, apo ku kanë paqartësi që lidhen me çështjet të përkthimit, apo çështjet të koncepteve të do t'i thosha, normalisht ne jemi pak, po ta them kështu, më kompetent, ose edhe vetë profesionin që kemi, për ta futur në ato shinat korekte dhe akademike, formulimin e pyetjeve. Po duhet marrim parasysh edhe faktin që këto pyetje ose këto problema u drejtojnë fëmijëve ose nxënësve të cilët janë të një niveli jo universitar, por një nivelit të shkollës mesme. Bile mund të them që talentet veçantë mund të jenë në klasë 7 dhe 8 dhe 9 të cilët
të cilët marrin pjesë për nivelin e klasave 12. Kjo do të thotë që ndonjëherë duhet të zgjidhet dhe gjuha e tyre, duhet të jemi më afër gjuhës së tyre dhe kuptueshmërisë që ata duhet të kenë për problemet. Kjo është parë si nevojë që në formatin e ditës së testit të ketë një seancë 30 minutëshe, vetëm për të dhënë mundësi fëmijëve përpara se të fillojnë zgjidhjen e testit, që të hedhin një sy edhe tek varianti anglisht dhe tek varianti i gjuhës së tyre dhe të bëjnë pyetjet e nevojshme. Këto pyetje i drejtohen juris brenda këtij 30 minutësh dhe juria vendos nëse duhet i kthej përgjigje dhe çfarë përgjigje duhet të kthej. Është një përgjigje e cila miratohet nga të gjithë anëtarët e juris. Mbas kësaj, mbas këtij 30 minutësh, nxënësit janë të lirë, kanë 4 orë në dispozicion për të zgjidhur ushtrimin. 4 orë është për atë të fundit, apo dikush që mbaron më përpara mundet të dorëzojë? Sipas rregullores nuk lejohet të dalësh 30 minuta para fillimit të testit dhe njëkohësisht mbas 30 minutësh janë të lirë të dalin fëmijët. Mund të mbarojë dikush më shpejt, mund dikush gjykon që nuk mund të bëjë më tepër, kështu që edhe mund të dalë. Profesore, nuk ishte i pakët numri i nxënësve që morën pjesë në këtë olimpiadë, sepse nuk e di, rreth 20, më thatë apo jo grupe? Që ishin përveç 19 herë 6 që ishte secili grup, apo jo. Pati nga ata të cilët ishin dorëzuar që nuk kishin zgjidhur? Jo, në fakt, them drejtën, i pata në dorë, domethënë të gjitha testet, kuptohet, jo të gjithë ushtrimet, sepse profesorët thanë që kanë shkallë të ndryshme vështirësie. Nuk mund thuhet që domethënë në të gjithë ushtrimet ishte shkruar njësoj, por le të themi përpjekje kishte për të 4 ushtrimet. Nuk e di, mund them base asnjë rast nuk ishte dorëzuar, krejtësisht e bardhë, domethënë pa shkruar asgjë. Kishte raste, për shembull ishte një rast i Italisë, le të themi që kishte bërë përpjekje, por në faqen zyrtare, le të themi kishte lënë bosh, por ne përsëri pam edhe pjesën ku ai kishte bërë përpjekjet e tij. Kështu që të gjitha ishin konsumuar. Vërtet mund të ketë qenë test i vështirë, por gjykoj që ka patur interes, domethënë dhe kanë gjetur një terren ku mund të... Ju mund të identifikonit për shkakun se cilët ishin të delegacionit për shkakun shqiptar, e kanë të përcaktuar ata apo jo? Atëherë, ato kishin një kod. Unë nuk identifikoj kush ishte, domethënë studentët ishin me kode, por shtetet përkatëse po. Se më pas, domethënë në ditën e koordinimit, që ishte dje, ne bëm ballafaqimin e vlerësimit tonë me vlerësimin që kishin bërë udhëheqësit e ekipeve përkatëse. Dhe kjo ishte një eksperiencë. Pati kështu kontestime, si thuaç, për mënyrën e korrigjimit? Kjo ishte një eksperiencë, ishte hera e parë në fakt që unë vetë personalisht bëja një koordinim të tillë dhe ndihesh mirë kur dëgjon që ai është një profesor, një person që ti nuk e njeh, po ka bërë gjykimin e tij dhe ti, domethënë ai flet dhe ti ke fletën tënde të pikëve, të pikëzimit dhe koordinon në pjesën gati në 90% të rasteve. Kuptohet, diku lëvizte, por që momentet ku kishte ndonjë ndryshim, i shihnim, për shembull në rastin e Arabisë Saudite, sepse fëmijët duhet shkruajnë në gjuhën, mund të shkruajnë edhe në gjuhën e tyre zyrtare. Kështu që ato kishin shkruar në arabisht, për cilën ne kishim pak të vështirë. Tjetër gjë ishte edhe sensi i kundërt që ato kanë. Për shembull në rastin tonë ishin që nuk e kishin menduar. Mosbarazime duken shumë vërtet çuditshme. Kështu që për shembull testet e tyre i kishim lënë që t'i shihnim bashkë me udhëheqësit e grupeve. Së bashku me grupin e profesorëve që morën pjesë në këtë olimpiadën ballkanike të matematikës, ishte edhe një nga emrat e njohur në fushë të matematikës, Josef Pelikan, apo jo. Përpara se ne të ndjekim intervistën, patëm kënaqësi ta intervistojmë në qytetin e Krujës, sepse ashtu sikurse thuhet të gjitha aktivitetet të karakterit ndërkombëtar nuk janë thjesht aktivitete për matje kapacitetesh, por kanë një dimension edhe kulturor. Pra, prandaj e nisëm pak më parë dhe diku në ambientet e shkollës Harry Fulls, e cila ishte një prej partnereve kryesore për realizimin e të kësaj olimpiade, ishte shpreha e Newtonit, i cili thoshte që ne përpiqemi të ndërtojmë gjatë gjithë kohës më shumë mure dhe më pak ura. Dhe pikërisht
këto olimpiada këtë tregojnë që ndërtojnë urat, edhe ura kulture, komunikimi, japi një dimension tjetër, jo vetëm thjesht për t'i lënë të ngushtë në fushë matematikës, që kështu brenda programit tuaj ishte edhe vizita në vendet në qytetet turistike të Shqipërisë. Ne ishim në Krujë dhe intervistuam profesor Jozef Pelikan. Po përpara se të ndjekim intervistën e tij, ndoshta profesor do desha diçka prej jush për të prezantuar figurën e profesor Jozef Pelikanit. Mirë, atëherë, po flasun me që e njoh prej kohës, që nga viti 96, ai ka qenë për rreth 15 vjet kryetari i bordit të olimpiadës ndërkombëtare ose botërore i themi ne, ato i thonë IMO është, International Mathematical Olympiad, dhe ka një kontribut jashtëzakonshëm, në fakt. Ai vetë si person ka marrë pjesë në këtë olimpiada dhe ka marrë medalje ari çdo vit, pra është i mbushur me këtë. Pastaj, si profesor i matematikës në Universitet Budapest, ai ka vazhduar aktivitetin dhe në këtë aspektin e olimpiadave, vërtet ka një eksperiencë të jashtëzakonshme, edhe është mjaft i thjeshtë, mjaft modest, bisedon me të dhe përfiton shumë. Edhe në këtë olimpiadë. Ju më thatë që ka marrë edhe një çmim apo jo, i cili është i barazvlefshëm me çmimin Nobel apo jo? Para 2 vitesh, kur kam pas rastin unë të jem lider i ekipit kombëtar në Olimpiadën ndërkombëtare që është filluar në Afrikën e Jugut, dhe koincidoi dita e fundit, mbledhja e fundit e juris, aty na u anunçua që profesor Jozef Pelikanit i është dhënë titulli Abel Prize. Është një nder shumë i madh. Personalisht është një nga personat që më ka bërë dhe më bën përshtypje vazhdimisht në mbledhjet dhe në bisedat e lira që bëjmë në Olimpiadën ndërkombëtare, dhe mund të them është nga ato pak personalitete ose nga ato pak lider që flasin atëre kur duhet dhe thonë ato që duhet. Unë jam shumë impresionuar. Ne kemi intervistuar, të ndjekim opinionin e tij, ndërkohë që profesor Jozef Pelikan së bashku me grupin e profesorëve që kanë marrë pjesë në Olimpiadën Ballkanike të matematikës, jam ndërkohë duke na ndjekur në këtë transmetim të drejtë për drejtë të televizionit shqiptar. Vetë profesor Jozefit, të cilën e përshëndesim nga ekrani, kishte shumë interes për të ndjekur se si ne do ta pasqyronim këtë aktivitet shumë të rëndësishëm në fushë matematikës. Ndjekim opinionin e tij dhe vijojmë bisedën në studio. It's an excellent organization. I must congratulate you on this good organization. Organizimi është ekselent, jam mjaft impresionuar. Kam ardhur për herë të parë në Shqipëri dhe jam shumë i lumtur nga eksperienca këtu, mbi të gjitha për organizimin e kësaj olimpiade. Si ishte niveli tezës që ju dha studentëve dhe atyre pjesëmarrësve në këtë olimpiadë ballkanike të matematikës? That's a question which we can probably answer tonight after we Është një pyetje së cilës do të mund t'i përgjigjem pasi të jenë korrigjuar testet. Por opinioni i përgjithshëm i anëtarëve të jurisë ishte se kjo pjesë ka qenë relativisht e vështirë, ndaj edhe kemi shumë interes se si do të jenë rezultatet. Very much interested in what the students will achieve. Çfarë kanë treguar olimpiadat e organizuara nga viti në vit? A kemi një rritje të talenteve në fushë të matematikës? You see, there is the International Mathematical Olympiad, where more than 100 countries. Sigurisht që interesi për matematikën sa vjen e rritet. Në dallim nga Olimpiada botërore, e cila është një garë më me shumë vende pjesëmarrëse, mbi 100 vende marrin pjesë në këtë olimpiadë, Ballkaniada është më e tkurrur nëpër masa, por absolutisht shumë e rëndësishme, për faktin se përgatit konkurrentët që më tej garojnë në nivelin e Olimpiadës botërore. Nga viti në vit kemi një rritje të nivelit të tezës dhe cilësisë së saj. Personalisht kam marrë pjesë disa vite më parë në Rumani dhe kam vënë re që numri i pjesëmarrësve ka ardhur gjithmonë në rritje. Si është niveli i matematikanëve sot në botë? A vazhdon matematika të jetë mbretëresha e shkencave sikur se ka qenë gjithmonë? A kemi arritje në këtë fushë?
Matematika për opinionin tim mbetet mbretëresha e shkencave, pavarësisht se më ndodh që në bisedat e zakonshme me njerëzit has opinionin negativ rreth kësaj lënde, ku njerëzit shpesh shprehen, nuk kam qenë fare mirë në matematik, nuk kam marrë rezultatet e duhura. Megjithatë besoj që ngelet një nga shkencat më të rëndësishme. Padyshim që garat e kësaj natyre ndikojnë në rritjen e popularitetit të kësaj shkence. Këtu jemi në Kruj. Ai është heroi ynë kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu. A mendoni se ndonjëherë do të jetë një shqiptar që do të marrë medaljen e artë në Olimpiadën botërore të matematikës? Mua më pëlqen të njoh njerëz të mëdhenj si Skënderbeu, por nuk jam për të pasur këto përmasa, ndoshta edhe në matematik. Por jam shumë i lumtur që munda të vij dhe të vizitoj këtë vend kaq të rëndësishëm në historinë tuaj dhe një hero kaq të rëndësishëm për ju si Skënderbeu, por edhe shumë të njohur edhe në vendin tim në Hungari. Ja, pra jemi kthyer në studio, kemi ndjekur edhe opinionin e profesor Jozef Pelikanit, kur i thash që do të kemi si Skënderbeu në përfytyrimin e tij erdhi pikërisht e gjithë figura ose historia që përfaqëson Skënderbeu, por unë mendova dikë që mund të ishte në podiumin e Olimpiadës botërore të matematikës që mund të merrte medaljen e arit. A ka pasur nga studentët tanë apo nga nxënësit tanë të kenë marrë në Olimpiadën botërore, nuk po flas në Olimpiadën ballkanike, mund të jenë vlerësuar me medalje? Natyrisht që medaljet sa më afër medaljes së artë, më i pakët është numri. Ne kemi 2 medalje argjendi që janë marrë nga Gjergj Zaimi, që përmendi dhe profesori, kemi 5 medalje bronzi dhe kemi shumë medalje nderi. Natyrisht që objektivi i parë i joni në Olimpiadën ndërkombëtare është medalja e nderit dhe objektivi i dytë, në fakt është i pari për nga rëndësia, është medalja e bronzë. Duhet kemi parasysh që në aktivitetet të këtij niveli marrin pjesë të paktën 100 vende nga gjithë bota, pra 600 student dhe çdo kontestant ose çdo fëmijë që merr pjesë atje, bile edhe ekipit shqiptar, duhet jenë shumë të vlerësuar ose janë shumë të vlerësuar dhe nga fakti që marrin pjesë në këtë olimpiadë. Dhe ne jemi shumë krenar për ta. Unë di që sot ndajnë çmimet, sot mas dita apo jo. Ne biseduam bashkë me profesor Adrianin dhe menduam që ndoshta emisioni të transmetohet të hënën e ardhshme kur ne të kishim ndjekur me kamerën tonë dhe ndarjen e çmimeve, por nga rëndësia e këtij aktiviteti ne menduam që ta transmetojmë atë ndërkohë që është duke ndodhur, sepse ditën e nesërme pothuajse përfundon apo jo Olimpiada. Deri tani, për shembull, a ka patur si thua ndonjë sugjerim, po e them, jo kontestim nga pjesëmarrësit që diçka ndoshta nuk ka etur ashtu siç duhet në procesin e organizimit dhe kryerjes, sepse të paktën ajo që pash kishte një rigorizitet në shpërndarjen e tezës, në mënyrën se si komunikohej me nxënësit kur ata ulën në klasë dhe duhet merrnin tezën. Pra, çdo gjë duhet ndiqte standarde europiane të realizimit të kësaj olimpiade. Por gjithsesi, a pati nga pjesëmarrësit, nga profesorët, diçka që ndoshta duhet bërë më mirë, apo kishte vlerësime maksimale? Ne jemi përpjekur maksimalisht me ne këtu, po gjithë ekipi ka qenë shumë i angazhuar për ta kryer me sukses këtë, me përpjekëri maksimale. Kishim një përgjegjësi jo vetëm përpara, se thuash, vetëm para tanëve, por një përgjegjësi ndërkombëtare. Edhe vërtet jemi përpjekur shumë edhe me shumë kënaqësi kemi dëgjuar që, siç e tha dhe profesor Pelikani pak përpara, që organizimi është vlerësuar. Jo vetëm nga ai, edhe nga disa të tjerë, edhe besoj që nuk është vetëm kompliment kjo gjë, se nuk e kemi kërkuar, po e thanë, për të na vjen shumë mirë, që të paktën puna jonë, përpjekja jonë është vlerësuar dhe e kemi arritur diçkaje. Nuk është dihet që në kushtet tona këtij tranzicioni pafund, po është vështirë të arrish nivele ndërkombëtare të organizimit, sidomos ne nga kjo vuajmë shpesh. Por me sa duket nuk arrin në një ditë ajo punë, edhe ky është një hap i rëndësishëm
drejt se thosh integrimit në komunitetin ndërkombëtar. Pra që bëhet një gjë e tillë në Shqipëri, do thotë që vërtet kemi bërë një hap të mirë. Profesor, ne ishim me kamerën tonë, dhe në fakt janë planet që ne jemi duke parë, janë lethollin tonë, ja pikërisht gjatë kohës që po përgatiteshin, tezën e kishin në dosje, apo jo dhe pritej të niste procesi i zhvillimit, si thuash, të Olimpiadës. Mua më desh që përpara se të përgatitesha pikërisht për të bërë këtë emision, pashë edhe disa prej xhirime të realizuar nga televizione, për shembull jo turke, jo greke, jo rumune, edhe regjistrimet bëra për Olimpiadën botërore të matematikës, dhe pashë që pak a shumë me ndonjë kusht infrastrukture fizik ndoshta mund të jetë ndryshe, po gjithçka është organizuar ashtu sikur se organizua kjo Olimpiadë, profesor. Përpiqemi që modelin ta mbajmë të tillë. Pra standardi është ai standardi i niveleve të Olimpiadës botërore. Tani, siç e thatë ju, infrastruktura nga i herë çalon, po unë mendoj nga kjo eksperiencë që kam dhe nga fakti që kjo është hera e tretë që zhvillojmë Shqipëri. Dhe kjo domosdo na ka dhënë një farë eksperiencë dhe kemi qenë aktor tek të trija këto. Në 2003 është bërë për herë të parë në Tiranë, në 2008 është bërë në Vlorë me junior, pasi ka 2 kategori, dhe kjo është e treta. Po edhe unë e gjykoj vetë në krahasim me 2 të parat, kjo sigurisht ka kushte edhe infrastrukturore shumë të mira, krahasim me to, po them edhe në krahasim me tjerët pastaj unë them që i kemi plotësuar ato kushtet. Sigurisht këtu asnjëherë nuk mund thuash që e kemi bërë perfekt, po jemi përpjekur ta bëjmë në kushte të krahasueshme me të tjerët. Profesor, ju kësaj radhe realizuat Olimpiadën duke pasur edhe një sy vëzhgues siç është media. Ne ishim dhe dua ta them vërtet me plot gojën për seriozitetin e treguar nga i gjithë ekipi shqiptar për realizimin e kësaj Olimpiade, sepse më duhet ndonjëherë që tisha në kontradikcion me profesor Adrianin, pasi dëshironim që të filmonim për të sjell detaje në këtë transmetim të kësaj ngjarje kaq të rëndësishme, por profesori gjithmonë na vinte përpara standardet europiane të realizimit të Olimpiadës, gjë që ne nuk mund të shkelim asnjë prej kritereve. Në kohën kur duhet ishim, pse nuk duhet ishim, çfarë duhet filmonim dhe çfarë nuk duhet filmonim. Sikur se i thash dhe profesor Arturit që më duhet të filmojmë në një moment tezën, tha në asnjë mënyrë, tha vetëm tezën, kamera nuk duhet afruar te teza. Që kështu mua më vjen mirë që kam qenë e monitoruar për të realizuar gjithçka në mënyrë. Desha t'ju falenderoj në radhë parë që keni marrë këtë iniciativë, bëni një emision për këtë, sepse kjo është forma me cilët ne kërkojmë që ta përhapim pak edhe matematikën, që të shohim televizor, jo vetëm analiza, debate që nuk mund them që janë pa frute, po ka dhe frute më direkte. Falenderimi është nga ana jonë, i gjithë ekipit të televizionit shqiptar që na dhatë mundësit vërtet për të ndjekur një ngjarje të tillë, ndjehem e nderuar mes profesorëve shqiptar të huaj që ndoqë aktivitetin, por edhe mes profesorëve shqiptar që i kam të ftuar në studio, sepse një kom zhvillohet vetëm nga mendjet e veta. Të paktën këtë nuk e kam thënë unë, po përpiqem që të përsëris atë çfarë kanë thënë mendjet e ndritura shqiptare, por edhe botërore. Një çështje që duam të trajtojmë është fakti që shkollat nga cilat morën pjesë u ndërtua ekipi shqiptar, ishin private, publike, a ka qenë i madh numri dhe duhet, si thuash, të vendosej një filtr i madh, meqense ekipi duhet ishte me 6 veta? Natyrisht që seleksionimi i gjithë studentëve edhe konfigurimi i ekipit kombëtar kalon disa standarde, të cilat mbështeten edhe në traditën, po edhe në protokollet, të cilat janë bërë edhe në vitet e kaluara. Ne në Shqipëri kemi 3 faza të Olimpiadës kombëtare, që është faza e parë që zhvillohet në shkolla, është faza e dytë që zhvillohet në nivel rajonal dhe faza e tretë në nivel kombëtar. Pastaj
ka një fazë të katërt, e cila mund të jetë me 1 ose me 2 etapa, që është faza e seleksionimit e ekipit kombëtar, qoftë për olimpiadat ballkanike ose evropiane të femrave, që kishim dhe si vjet për fajsimin e dytë, po dhe të olimpiadës ndërkombëtare ose botërore. Tash duhet të pranojmë që në gjitha vendet, po dhe në Shqipëri, këto universitetet private kanë një politikë më agresive, qoftë në thithjen e nxënësve, po dhe qoftë në atë mundësit që u japin për trajnime të vazhdueshme dhe intensive. Kjo është dhe një nga arsyet që vetë ne si shoqat kemi bërë një propozim qysh vjet tek Ministria e Arsimit për të pasur një shkollë elitare në Shqipëri, të cilën ndoshta mund të realizojmë me optimizmin që kemi, por duhet të jemi dhe pragmatist, dhe kjo kërkon një angazhim shumë të gjerë, kërkon energji, po njëkohësisht kërkon dhe disa standarde. Kjo kam përshtypjen se do të sjellë atë konkurencën edhe midis një shkolle elitare dhe shkollave private të cila kanë këtë politikë më agresive, dhe në këtë, si me thënë, konkurencë, gjërat do shkojnë më mirë, natyrisht, se konkurenca gjithmonë gjërat i çon. Ne të ndjekim tani në fakt opinionet që kolegja jonë Arita Cuka, emisionit Auditor Arsimi, u ka marrë pjesëmarrësve, nxënësve pra pjesëmarrës në këtë olimpiadë, dhe më pas do të kthehemi për të trajtuar një çështje të rëndësishme ku kërkohet mendimi i të 4 profesorëve të matematikës që kam të ftuar në studio, si mund të punohet më mirë me kurrikula shkollore dhe kryesisht në lëndën e matematikës për të patur, si thuash, një nxënës të një niveli tjetër të formimit, qoftë dhe në fushë të matematikës, sepse thuhet që edhe olimpiadat ne na çojnë drejt Europës, drejt botës me të njëjtin mentalitet, gjë që provimet e tjera jo PISA, edhe provimet në të cilat testohen nxënësit shqiptar, na kanë nxjerrë shumë poshtë. Thuhet që pikërisht ka diçka që neve na mungon. Atëherë, si mund punohet më mirë në fushë matematikës? Kjo do të jetë një përgjigje që do të marrim në studio pasi të kemi ndjekur opinionet e vetë pjesëmarrësve, nxënës të kësaj olimpiade të 33 ballkanike të matematikës. Hello, my name is Rafael Tsiamis. I am 16 years old and I am from Greece. Është hera e parë që merrni pjesë në një olimpiadë? Është hera e parë që marr pjesë në Ballkaniadën e matematikës për të rritur, por kam qenë atë për junior 2 herë. Absolutisht shumë i lumtur, jo vetëm për faktin që vim të marrim pjesë në një olimpiadë, por për faktin që takohemi me bashkë kontestantë të rinj, me kultura të reja, të cilat mund të na ndryshojnë ose na diferencojnë vetëm nga gjuha, por në fakt ne kemi një gjuhë shumë të përbashkët që quhet matematikë. Si jeni përzgjedhur ju konkretisht për të ardhur në olimpiadën që organizohet këto ditë? Bëhet një triplet olimpiadash kombëtare, nga e cila dalin 25 student të top klas, por ato pastaj përziden me një filtr të fundit për të ardhur në BMO. BMO sigurisht për ta do të thotë edhe përzgjedhje për në Ballkaniadën, për në olimpiadën botërore, International Mathematics Olimpiadë, ndryshe e njohur si IMO. Cili është rezultati që prisni nga kjo olimpiadë? Ka sfida në këtë dhe subjekte sfidante në këtë olimpiadë, të cilat unë nuk mund t'i parashikoj, por sigurisht do të bëj maksimumin që të mundem të marr diçka, do të isha super e lumtur nëse do merja një medalje, dhe sfida ime personale është në fakt të kaloj në IMO. I'm Andrei Ivanov. I'm 18 years old and I come from Macedonia. Yeah, there is a cycle of competitions in our country. First comes the regional competition. Bazohet në një cikël kompeticionesh, të cilat fillojnë në rang rajonal, pastaj nacional dhe më pas në një olimpiadë nacionale e cila përzjedh 6 që vjen këtu. Cila është shkalla e vështirësisë dhe çfarë prisni nga kjo pjesëmarrje? Që problemat dhe ushtrimet që përzgjidhen për këtu janë pak më të vështira se sa niveli atyre që ne bëjmë në vendin tonë, por pak më të lehta se sa ato që bëhen për IMO, për Olimpiadën ndërkombëtare të matematikës. So hello, I'm Henry Bambury from France. I'm 16 years old and I'm going to participate this year in the Balkanic Mathematical Olympiad. Është e vështirë të arrish deri këtu?
It was a bit complicated, so we had to train. Është pak e komplikuar dhe më është dashur 2 vjet punë të paktën që të arrijë në këtë nivel, por më në fund ja arrita. A bit complicated, but this year I'm very happy to. I find this really interesting. Eksperiencë e veçantë për mua, qoftë për faktin që njihem me bashkëkontestant, por edhe faktin që ndodhem për herë të parë në Shqipëri, moti mrekullueshëm, hoteli super i bukur. Seems perfect for me. I expect to para që presë është të njihem me njerëz të rinj që dashurojnë të njëjtin subjekt, që dhe unë dua shumë matematikën dhe sigurisht që ne të marrim emocionet e një konkurimi me si skuadër, sigurisht edhe individualisht. I'm from Oxford in England. We had a lot of Modaliteti britanik është 2 set provimesh, 2 sete provimesh, prej të cilave u zgjodhen 20 persona, të cilët u trajnuan në kamp të specifik për këtë nivel në Cambridge. Jemi të lumtur, domethënë, që ndajmë eksperiencë të njëjtë me nxënës me backgrounde të ndryshme, por që sigurisht dashurojnë shumë matematikën. Unë jam Laura Sheshi nga Gjimnazia Nash Kilica i qytetit të Fierit. Unë jam Gledis Kallça nga Turgut Ozal Durrës. Si u përzgjedhët për të ardhur në këtë fazë të Olimpiadës? Atëherë në fillim është faza e parë që është në shkollë, më pas është faza në rreth, është faza kombëtare ku konkurrojnë më të mirët e kualifikuar gjatë Olimpiadës së rrethit dhe më pas më të mirët e Olimpiadës kombëtare bëjnë testin seleksionues dhe këto 2 testet e fundit janë vendimtare për ekipet përfaqësuese në Olimpiadën Ballkanike. Si ndiheni si pjesëmarrës në këtë fazë të Olimpiadës? Është emocionuese në fakt, sepse jo vetëm jam pjesëmarrës në Olimpiadë Ballkanike, por dhe përfaqësoj Shqipërinë dhe ka shumë rëndësi të dalim mirë për të përfaqësuar sa më mirë Shqipërinë. Olimpiada organizohet për të tretin vit radhazi në Shqipëri. Çfarë vlerësoni ju pikërisht nga ky organizim në vendin tonë? Çfarë përfitoni? Atëherë, fakti që organizohet në Shqipëri është një gjë shumë e mirë që të gjithë njerëzit që vinë që janë pjesëmarrës të njohin më afër Shqipërinë edhe pjesën jo vetëm që ne duam që të përfaqësojmë sa më mirë vendin tonë në këtë olimpiadë, por edhe Shqipërinë si një vend. Dhe kjo është arsyeja sepse edhe në çantat ose në bloqet që janë dhuratë për nxënësit që kanë ardhur, shkruhet që këto të gjitha janë si një çelës për mirëpritjen që na karakterizon ne shqiptarëve, sepse ne në mbar botën jemi të njohur si një vend shumë mikpritës. Si ndiheni i vlerësuar nga rrethi shoqëror, nga shkolla edhe në përgjithësi, si një pjesëmarrës në Olimpiadë? Më tepër do ta quaja një sukses personal, sepse dallon individin në raport në shoqërinë, por që gjithsesi dhe në shoqëri vlerësohet më shumë nxënësi që arrin, sidomos në rang ndërkombëtar. Dhe mendoj është diçka shumë me vlerë për një nxënës që të dali mirë në Olimpiadë, sepse jo vetëm arrin suksesin në Olimpiadë, por dhe i hap rrugët drejt së ardhmes. Çfarë prisni ju nga kjo Olimpiadë? Cilat janë rezultatet që do të dëshironi të arrini? Mu kjo Olimpiadë, jo vetëm kjo, domethënë Olimpiadat ballkanike që kam marrë pjesë, unë besoj se këto rezultate kanë qenë kyç për universitetin, sepse unë jam pranuar në MIT, në universitet shumë mirë të Amerikës dhe mendoj se gjithë kjo vjen pas devotshmërisë ndaj olimpiadave të matematikës. Atëherë, përveç se do doja që të kualifikohesha për olimpiadën tjetër, që është Olimpiada Botërore e Matematikës, rezultati i mirë jo vetëm rezultati im personal, por i të dyja skuadrave që përfaqësojnë Shqipërinë, do të ishte një gjë shumë e mirë, sepse ne këtu nuk kemi vetëm për të përfaqësuar të gjithë punën që kemi bërë personalisht ose me profesorin, por gjithashtu përfaqësojmë edhe vendin tonë dhe më e rëndësishme që këtë vit organizohet në Shqipëri dhe është në përgjegjësi 2 fish që ne të tregojmë të tjerëve që jemi të aftë për ta përfaqësuar Shqipërinë sa më mirë, jo vetëm në Olimpiada kombëtare, por edhe në Olimpiada në rang ndërkombëtar, si ajo ballkanike dhe botërore. Jemi kthyer në studio, profesoresh, ne ishim duke diskutuar pak më parë tek po ndiqnim edhe nxënësit që të paktën për sa dim për Shqipërinë, mësuesit e matematikës krahas orëve që bëjnë matematikë bërtham dhe matematikë të avancuar, punojnë edhe për
disa punojnë edhe për t'i përgatitur për Olimpiadën. Nuk e di, është normale, kjo është rruga e dur, apo cila është eksperienca më e mirë dhe çfarë mund përgatiste më mirë një nxënës në lëndën e matematikës? Atëherë, nëse është e dur apo jo, nuk është se më takon mua, por gjithsesi unë mund të sjell di që aktualisht për Shqipërinë kjo është skema se si punohet dhe se si përgatiten, por gjatë ditës së djeshme në bisedat, pasi bënim koordinimet e vlerësimeve për ekipet e ndryshme, kishim thjesht një pyetje në lidhje me si ishte organizuar e si ishte dukur ky organizim, për të cilin një pjesë e mirë, domethënë kishim vërtet vlerësime pozitive dhe thonin që ishte më mirë se pritshmëritë e tyre dhe vlen, domethënë për t'u përmendur. E dyta vjen se një pjesë e tyre thonin që vinë, domethënë përgatitja e nxënësve për Olimpiada kalonte kishin institute të veçanta. Pra përveç formimit bazë, ato kanë institute të veçanta që merren vetëm me trajnimin, ashtu si që thanë, domethënë niveli nuk është vetëm niveli i kurikulave bazë për moshën përkatëse, pra është diçka më tepër. Kështu që ato kanë institute. Për shumë Kazakistani tha kemi institut të veçantë dhe madje ishin shumë kur merrnin vlerësimin donin të vlerësoheshin sa më lart për t'i rritur prestigjin, le të themi, institutit përkatës. Gjithashtu me ekipin anglez pata një bisedë dhe me to të gjatë dhe ato përsëri ashtu thanë që kanë një institut, le të themi, një organizim ekstra përveç kurikulave dhe programit standard. A mund të bëhet diçka në Shqipëri, jo vetëm thjesht për përgatitur këtë që quhet për zgjedhjen e elitës në fushë matematikës, por kryesisht edhe për të nxjerrë edhe student të mirë në fushë matematikës? Unë nuk mund ta testoj dot të çfarë niveli ne i kemi studentët në fushë matematikës, di që ankohen në fakultet për sa i takon nivelit të përgatitjes studentëve kur vinë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës apo tek inxhinieria. Nuk di, profesor, duke qenë së bashku me njëri tjetrin që diskutojeni, trajtoni shqetësime, çfarë mund të bëhet më mirë në këtë drejtim? A mund të forcohet, a mundet shoqata vetë e matematikanëve shqiptar të mendoj të bëhet një punë pak më specifike në drejtim të punës në Olimpiada? Nuk di. Kam përshtypjen se kemi bërë hapa të tillë dhe ky është një hap i madh që kemi bërë në organizimin e Olimpiadës. Por kjo ngelet paktën në sensin e fjalëve, sepse kërkohet dhe një bazë mbështetëse. Dhe baza mbështetëse më e rëndësishme është edhe baza ndërtimi infrastrukturës e gjithë kapaciteteve të duara, kërkojnë dhe një faturë financiare nga mbrapa. Kjo është dhe arsyeja që unë gjej rastin tash të përshëndes edhe gjithë stafin që qëndron mbrapa organizimit të Olimpiadës, që duhet të themi që është totalisht ose tërësisht i mbështetur mbi bazë vullnetare. Dhe kjo kërkon pasion, kërkon kontribut, po e them në thonjza të papaguar, po njëkohësisht kërkon edhe mbështetjen e autoriteteve ose të shtetit edhe të organeve tjera të cilat kanë mundësi ta mbështesin një aktivitetet të tilla, po edhe më gjerë. Kjo do të thotë që nuk na mungon pasioni, nuk na mungon dëshira, nuk na mungon energjia, por duam dhe mbështetjen e aktorëve të cilët duhet të mbështesin ose duhet të mundësojnë, si me thënë, arritjen e disa objektivave. Profesor, ashtu sikur se organizohet Olimpiada Ballkanike e Matematikës, pavarësisht se kjo mund të jetë diçka më e vogël se një olimpiadë e nivelit më të lartë, siç është Olimpiada Botërore e Matematikës, por të njëjtës fushë, pavarësisht nga përmasat, është edhe realizimi i festivalit europian. Shqipëria tashmë delegacioni shqiptar është në festivalin europian për të marrë pjesë në këtë ngjarje të madhe kulturore. Ajo çfarë unë mësova para disa vitesh kur kam qenë në festivalin europian ishte se punonte një staf prej 1500 vetësh vullnetar të papaguar në organizimin e këtij aktiviteti, por që kishin lehtësira nga shteti. Pra, dikush që merr pjesë si vullnetar, lehtësoi nga disa taksa, domethënë kishte një vlerë në CV. Ne mund të vazhdojmë në këtë drejtim, si thua, që mund të thithim kontribute vullnetare të stafeve, por mos ndoshta duhen rregulluar këtë marrëdhënie, shteti duhet ta shikojë pak më ndryshe? Normalisht, po ne i bëjmë ato përpjekjet tona, po duhet bërë përpjekje edhe nga pala tjetër.
Po përsa i takon nivelit të përgatitjes së nxënësve në fushë të matematikës. Mbaj mend që dikur studentët që vinin në Fakultetin e Shkencave të Natyrës dhe që zgjidhin degën e matematikës duhet ishin të shkëlqyer. Apo jo, profesor? Ishin kora tjera. Po pse ne gjithmonë kështu themi korat dhe kur themi për shumë për elitën e viteve 20-30, pastaj gjithmonë kemi kështu boshllëqje mes kapërcimit të elitave, mes brezave të elitave. Ishin kushtet tjera. Edhe ne tani nuk mund të pretendojmë që të vend të përzgjedhim, si që bëhesh atëherë, studentët më të mirë, dhe më të mirë në provimet e maturës, edhe të sjellim degën matematikës. Edhe gjë që nuk është as e drejtë, të marrësh më të mirë të që është matematikë vetëm, sepse prish punë tjerëve. Këto punë rregullon vetë sistemi ekonomik, sistemi arsimor, mund të rregullojë pra një shpërndarje të drejtë. Natyrisht që duhet ndërhyjë pra edhe organizmat politikë bërse në fushën e arsimit për një shpërndarje sa më harmonike, edhe ka qenë fakt që një farë kohe për shembull studentët që nuk fitonin për ekonomik në provimin e matematikës, pra në atë konkursin që zhvilloi për ekonomik në matematikë, vinin në degën matematikës edhe vazhdonin matematikë. Pra ishin absolutetet cilat ne kemi kaluar e shpresojmë të mos kemi shumë akoma. Por edhe për olimpiadat, edhe për këtë nivel elitar të përgatitjes matematikës, natyrisht nuk mund të mendohet që të marrim 6 veta edhe të punojmë vetëm me këta, ose 6 apo qoftë edhe 60, pra nga cilët nxjerrin do të 6. Pra kjo do të jetë një rezultat i një seleksioni në një përgatitje masive. Pra duhet që në programet shkollore të gjitha niveleve të ketë një seriozitet dhe me synime të qarta për rritje të cilësisë dhe jo për ulje. Në këtë kuptim mundet pra ajo rruga e arritjes së kësaj e këtij pisionimi do të ishte që politika të marrë mendimin e specialistëve, ta zbërthejë atë, ta formulojë, ta formatojë edhe ta zbatojë pastaj. Dhe jo anasjellës, siç ndodh që pra merret një vendim politik edhe ju pastaj bëni çdoni ose nga mbrapa. Pra duhet të them unë që vërtet ka ardhur koha që mendimi specialistëve të merret shumë konsiderat në politikat e arsimit. Shumë e vërtet, profesor. Unë besoj meqense ne kemi ardhur drejt fundit, 2-3 minuta na kanë mbetur për të mbyllur këtë bisedë që ne realizuam për organizimin e Olimpiadës së 33 ballkanike të matematikës. Profesor, matematika sot, ai që mbaron për matematikë, vetëm mësues matematike do bëhet, mua më duket se ne nuk kemi një shoqëri të aftë për të kuptuar zbatimet në të cilat gjen fushë matematika, dhe prandaj ne duhet punojmë pak shumë më tepër në fushë matematikës. Padyshim, tani nuk është faji i tjerëve që matematika nuk futet. Tu duhet parë pak më ndryshe. Spari përveç mësuesve, të cilët duhet të jenë vërtet dhe më të mirë. Edhe këtu duhet theksi fort në përgatitjen e mësuesit, se ai është çelësi. Dhe kur them theksi fort, ne kemi detyrim të përgatisim të mirë, po është një detyrim tjetër që mësuesit vlerësohet. Nëse mësuesi matematikës vlerësohet, atëherë do vinë dhe më të mirët aty dhe do të përgatihen dhe më të mirë. Pastaj është edhe kjo ana tjetër që nuk përgatisim vetëm mësues, por edhe specialistë matematikës për të punuar në vende të tjera, domethënë tani ne s'kemi industri, po në shoqëritë e sigurimeve, për shembull në banka, ka specialistë cilët orientohen në programet tona më shumë nga teoria probabilitetit, statistikës, analizë numerike dhe ne përgatisim edhe ke shkencat dhe të inxhinieria një kategori të tillë specialistësh që përpiqemi t'i orientojmë pikërisht nga këto aplikime. Profesor, unë kam dhënë fjalën, po tani do t'ua marr publikisht, se ju kam në studio, që kam dashur her pas here të vi tek Fakulteti i Shkencave të Natyrës për të bërë një emision, jo vetëm mbi cilësinë e mësimdhënies
cilësinë e studentëve që vinë dhe dalin nga fakulteti juaj, por mbi të gjitha të fakultetit tuaj të lidhur me tregun e punës. Sepse më duket sikur e kemi lënë pak pas dore, po thuhet që është pak vështirë që profesoratin ta sjellësh në studio dhe ta vendosësh përpara kamerave dhe sidomos profesor të fushës tuaj. Nuk e di, në më jepni fjalën që do më hapni dyert e fakultetit të shkencave natyrës për të bërë diçka të tillë? Ne në departamentin tonë, në fakt, së fundmi kemi vendosur në fakt, sepse e ndjejmë dhe ne si nevojë këtë gjë për të ditur se çfarë do dalë nesër ky student që diplomohet në degët që ne ofrojmë. Kështu që ne kemi në plan të ndërtojmë një databazë ku së pari të jenë të listuar, domethënë çfarë niveli studentësh, me çmesatare vjen, ku punësohet dhe sa i vlen, le të themi, ky formim që ai merr në qoftë në programin bachelor, në programet master shkencor apo dhe më lart. Besoj që ky do jetë një databazë shumë i rëndësishëm, jo vetëm për nivelin, jo vetëm për fakultetin, por edhe për të gjithë që janë të interesuar të ndjekin studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Unë ju falenderoj, nuk e di, nuk besoj se kam mbetur diçka për të shtuar, por për të kuptuar vlerën, rëndësinë, funksionin e matematikës dhe përse matematika është quajtur mbretëresha e të gjitha, do thoni diçka profesor Adrian? Doja të më jepni pak sekonda. Po pak sekonda sepse pret kollega në radhë. Përveç ne që ndoshta kemi edhe fatin ndonjëherë të dalim dhe para kamerave, mua më duhet të përshëndes një staf të tërë që kanë mbështetur këtë olimpiad, që janë rreth 16 persona, dhe natyrisht ata janë gjithmonë mbas kujintave, themi ne, nuk duken, po që është pjesa më e rëndësishme. Dhe është ajo pjesë e cila bën të mundur që çdo pjesë e organizimit, qoftë detajet më të vogla, të realizohen me sukses. Përveç kësaj dua të përshëndes edhe të falenderoj të gjithë partnerët dhe sponsorat të cilët bën të mundur realizimin e kësaj olimpiade, siç është natyrisht në kujdesin e saj Ministrinë e Arsimit, shkollën Institutin Hari Fulc që bëri të mundur zhvillimin e testit dhe mbledhjet e jurisë. Dua të përshëndes kompaninë Vodafone që na mbështeti gjatë gjithë këtij aktiviteti dhe njëkohësisht Agjencinë Kombëtare të Turizmit dhe kompaninë Era Catering për mbështetjen e tyre. Dhe njëkohësisht dua të falenderoj edhe 2 hotelet të cilat kanë pasur durimin, po dhe njëkohësisht kanë ndihmuar në realizimin me sukses dhe shumë tjetër të gjithë olimpiadës, siç është Continental, Livorës dhe Mondiali në Tiranë. Në përgjithësi në televizionin publik nuk paralejojnë ky lloj publiciteti, unë e lejova me të vetmen arsye profesor duke menduar për rëndësinë dhe autoritetin që ka vetë olimpiada. Që kështu unë vërtet ju falenderoj, por për të kuptuar pikërisht rolin, misionin, përse matematika quhet mbretëresha e shkencave dhe ashtu sikur se thuhet që ka gjithmonë një mekanizëm i cili e ndërton dhe përcakton shpirtin njerëzor. Çfarë roli luan matematika? Për të përshëndetur profesorët që i pata të ftuar në studio, për të përshëndetur të gjithë profesorët e huaj të cilët ishin pjesë e stafit në realizimin të gjithë së bashku të olimpiadës së 33 ballkanike të matematikës, një këngë edhe një tekst që i kushtohet pikërisht mësuesit matematikës dhe të matematikës për të mbyllur këtë pjesë të parë. Dhe më pas, ne do të jemi në emocione dhe për të kuptuar se çfarë vlere ka kurrikula shkollore për të përgatitur qytetarin e nesërm të Europës. Nuk harojmë, jemi në 9 maj, jemi në ditën e Europës. Ndiqni materialet në vijim. When I need some addition, my one solution is my teach, cause she gets sums, yeah 90 degrees in my corner, cause she is the right informer. She will always try to test me and impress me with her coursework. She'll say, do you need me? That answer is repeating. Do you ever feel like cheating? I'm like, no, that's easy, cause I think that I found myself a math teacher. She can convert my feet into meters. Matematika ishte dhe mbetet arritja më e lartë intelektuale dhe krijimi më origjinal i shpirtit njerëzor.
Muzika mund të lartësoj ose të paqëtoj shpirtin, piktura të kënaq syrin, poezia të zgjojë ndjenjat, filozofia të kënaq kërkesat e arsyes, puna inxhinierike të përsos anën materiale të jetës së njerëzve. Por matematika është e aftë të arrijë të gjitha këto qëllime. Nëse flasim për mundësitë e arsyes njerëzore, matematikanët kanë punuar shumë që të vërtetojnë çfarë sigurie të lartë të rezultateve është në gjendje të garantojë arsyeja njerëzore. Pikërisht, matematika u dha njerëzve guxim dhe besim, që u japin atyre mundësi të merren më me ngulm në zgjidhjen e enigmave dhe misteret e kozmosit, që më parë dukeshin të padepërtueshme, të merren me kurimin dhe shërimin e sëmundjeve të tmerrshme dhe vdekjepuese, me analizën sasiore të problemeve, që kanë të bëjnë me ekonominë dhe organizimin e shoqërisë njerëzore, çka na lejon të shpresojmë në përparimin e mëtejshëm të njerëzimit. Në zgjidhjen e këtyre problemeve, matematika është e varur drejt për drejt me shpresat për sukses. Pikërisht matematika fshen në vetvete vlera jo më të vogla se çdo krijim tjetër i shpirtit njerëzor. Këto vlera nuk perceptohen lehtë, ato jo gjithmonë i çmojmë dhe si e meritojnë, por për fat të mirë i përdorim. Matematika ishte dhe mbetet lidhja jon më e sigurt me botën e perceptimeve shqisore. Ajo është stolia më e çmuar e jetës sonë materiale, të cilën mund ta ruajmë. Matematika me të drejtë zë vendin më të lartë në visarin e arsyes njerëzore dhe padyshim do të mbetet atje, edhe nëse studimet e imësishme do të zbulojnë edhe disa cene të reja. Alfred North Whitehead dikur pa të thënë: "Nuk mund të mos pranojmë që të merresh me matematik është një çmenduri e shpirtit njerëzor që e kanë dhënë hynit." Çmenduri mbase, por padyshim dhuratë hyjnore. Kjo është matematika.